Nuk ka ndryshime në cilësinë e ujit në Gostivar, i cili edhe mëtej është bakteriologjikisht i papërshtatshëm dhe nuk mund të përdoret për pije, por vetëm si ujë teknik. Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe shefi i shtabit të krizës Stojan Çangellov thotë se analizat tregojnë se ka përmirësim, por për momentin ende nuk është mjaftueshëm. Состојбата со водата во Гостивар е значително подобрена. Последните наоди се значително подобри во однос на претходните, но потребно е време за истата да биде прогласена за чиста за пиење. Агенцијата за храна и ветеринарство ќе го направи тоа тогаш кога водата ќе биде и хемиски и бактериолошки исправна за пиење. Dje edhe Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski tha se rasti me ujin e ndotur për pije në Gostivar shkaktoi epideminë më të madhe me mbi 4.000 të raportuar si të prekur. Sa përket analizave të ujit të kryera deri më tani, theksoi se janë konstatuar disa baktere dhe viruse të ndryshme, ndërsa gjetjet kanë ndryshuar varësisht nga lokacioni ku janë marrë mostrat. Sipas tij, fokusi tani duhet të drejtohet te monitorimi i hepatitit, i cili mund të shfaqet te qytetarët e helmuar. Gjendja me pacientët që kanë kërkuar ndihmë për shkak të dhimbjeve në stomak dhe diares edhe mëtej vazhdon, edhe pse numri është zvogluar dukshëm, megjithatë edhe mëtej në spitalin e Gostivarit vijnë persona me simptoma të helmimit. Drejtori i spitalit Emri Bajrami tha se një pjesë e pacientëve kanë virus sezonal. Do thënë kemi një numër mjaft të dukshëm në rënje, kurse në repartin e infektologjisë kemi vetëm 2 raste të hospitalizuar me simptome të lehta. Tani mund lidhet edhe me virozat sezonale, se edhe vitet tjera ka pas numër kaq bilene më të madh se tash. Nga LSDM-ja opozitare i bën thirrje kryeprokurorit Nenad Savevski që të merret më seriozisht me këtë rast. Më shumë se një muaj Gostivarasit janë pa ujë, pasi dolën në publik informacionet e para për ndotjen, por deri tani prokuria nuk ka ndërmarrë asgjë, thon nga partia opozitare. За Gostivar има папка со факти. Savevski кога ќе се врати од екскурзија да постапи веднаш. Министерот за здравство Клековски конечно прозборе. Призна дека во водата во Гостивар имало многу различни бактерии и вируси. Поминаа 4 недели и никој не одговара за труењето со вода во Гостивар. Граѓаните чекаат, а обвинителството се уште молчи. Përndryshe në mes të korrikut, prokuria hapi lëndë për ujin e ndotur në Gostivar. Me kërkesë të saj, gjykata vendosi që 3 të dyshuarve t'u caktohet mase paraburgimit prej 3 ditësh. Nën hetim janë ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së ndërmarrjes publike komunale të Gostivar, Artana Hasani, drejtuesi i departamentit ujësjellësit Vadedin Dauti, si dhe drejtori teknik i ndërmarrjes Leon Mezini.